Specialistët e Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore kanë vizituar qytetin e Konispolit për të gjurmuar e hulumtuar trashëgiminë kulturore. Vizitat në terren kanë evidentuar vlerat kulturore të Konispolit. Ato kishin si fokus zhvillimin urban, objektet përfaqësuese të arkitekturës verno-korale, si dhe teknika tradicionale ndërtimore të ruajtura ndër vite. Materialet e grumbulluara nga specialistët e IKT e Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore do të shërbejnë për studime të mëtejshme me synim propozimin e deklarimit të interesit kulturor të qytetit të Konispolit. Konispoli është qyteza e vendosur në skajin më jugor të Shqipërisë, e njohur që për lashtësisë dhe banuar nga fisi i Koanëve. Vizitorëve ju lë mbresa për qetësinë, ajrin e pastër dhe panoramën e mrekullueshme. Pranë Konispolit gjendet edhe pika kufitare doganës së qafbotës, një port nga e cila qyteti mirëpret jo vetëm emigrantët e ardhur nga Greqia, por edhe turistë, të cilët kanë interes të njohin këtë vend të vogël. Konispoli njihet gjithashtu për trashëgiminë kulturore, siç është vendbanimi antik i fortifikuar i Çukës së Ajtojit.